Qeveria vijon ende të paguaj para për inceneratorët që nuk ekzistojnë, apo që dhe sot e kësaj dite janë jashtë funksionit. Nga ana tjetër, socialistët kanë hedhur në tryezë një projekt ligj të ri për menaxhimin e mbetjeve, me të cilin synohet për afrim me direktivat e BE-s. Ministri i Mjedisit Sofjan Jaupaj në Komisionin për Burimet Natyrore ka prezantuar projekt ligjin, i cili sipas tij reflekton standardet europiane. Ministri u shpreh se me modelin e ri të menaxhimit, mbetjet do të bëhen burim për ekonominë. Ligjin për menaxhimin e integruar të mbetjeve, i cili është një akt në të vërtetë themelor për të ardhmen mjedisore dhe zhvillimin e qëndrueshëm të Shqipërisë. Ky projekt ligj nuk është një dokument i shkruar vetëm nga Ministria e Mjedisit, por në fakt është një fruti një pune 3 vjeçare intensive i kryer në bashkëpunim të ngushtë me ekspertët e Bashkimit Evropian, Gizel Benja dhe të qeverisë suedeze. Normalisht kemi pasur dhe ekspertizën financiare dhe institucionale të partnerëve ndërkombëtar si pjesë e projektit EU for Circular Economy. Gjatë këtyre 3 viteve janë zhvilluar disa raunde diskutimesh, konsultime publike dhe tryeza institucionale, dhe në të vërtetë projekt ligji reflekton standardet më të larta të Bashkimit Evropian në përputhje me kërkesat e kapitullit 27 për mjedisin dhe ndryshimet klimatike. Kapitulli i mjedisit, siç ju e dini, është nga kapitujt më të rëndësishëm në kuadër të procesit të integrimit, i cili parashikohet në fakt edhe në marrëveshjen e stabilizim asocimit. Ky projekt ligj përgjigjet drejt për drejt edhe ndaj progres raportit të Bashkimit Evropian, si dhe përfaqëson një përpjekje të qartë të qeverisë shqiptare për të demonstruar angazhim konkret në procesin e anëtarësimit. Raporti i BE-s ka theksuar nevojën për një kuadër të ri ligjor në fushën e mbetjeve, duke bërë këtë reformë një pikë kyçe për integrimin në Bashkimin Evropian. Fusha e mjedisit dhe menaxhimit të integruar të mbetjeve ka pësuar ndryshime të konsiderueshme në fakt nga viti 2011, kur është miratuar ligji i menaxhimit të integruar të mbetjeve, dhe ligji aktual që ne kemi në fuqi është 34% i përafruar me direktivat e Bashkimit Evropian. Gjatë dekadës së fundit, Shqipëria ka hyrë në një fazë të re të zhvillimit në fushën e menaxhimit të mbetjeve, fal një vizioni të qartë të qeverisë për të garantuar standarde. Dhe në disa rajone të vendit janë ndërtuar dhe vënë në funksione landfille të projektuara sipas direktivave të Bashkimit Evropian. Një hap tjetër i rëndësishëm është edhe zhvillimi i impianteve të kompostimit dhe impianteve të riciklimit, struktura që jo vetëm ndihmojnë në përpunimin e mbetjeve organike dhe materialeve të riciklueshme, por gjithashtu krijojnë mundësi të reja pune për ekonominë vendase. Ministri i Mjedisit tha se parimi i menaxhimit të mbetjeve është që ndotës i paguan. Prandaj dhe përcakton kosto të caktuara për qytetarët apo njësitë e qeverisjes vendore. Ky projekt ligj gjithashtu hap rrugën për një ekonomi të re qarkulluese që shndron mbetje në vlerë ekonomike, ndërsa forcon zbatimin e parimit ndotës i paguan me sanksione të menjëhershme nëpërmjet gjobave me fuqi ekzekutive. Gërshetimi i nxitjes ekonomike dhe sanksioneve do të krijojë një sistem ku respektimi i ligjit nuk është vetëm një detyrim moral, por është edhe një interes ekonomik. Më konkretisht, miratimi i këtij ligji është parashikuar në planin e përgjithshëm të akteve të Ministrisë së Mjedisit dhe është pjesë e programit kombëtar të integrimit evropian për vitin 2025. Ministri i Mjedisit Sofjan Jaupaj u shpreh se gjobat që do t'u vendosen atyre që shkaktojnë ndotje mund të jenë të rënda për sektorin privat, por janë të domosdoshme. Për gjobat, duhet ta kemi shumë të qartë që gjobat të cilat mund të duken të larta dhe në të vërtetë nuk janë të larta për dëmet që i shkaktojnë mjedisit, se her pas here dëmet që mund të shkaktohen mund të jenë të tilla që janë të parikuperueshme ose ripërtëritja e mjedisit do të dojë disa dhjetra vjeçar. Ato gjoba të larta të cilat ju i referoheni bëhet fjalë për personat fizik dhe juridik, të cilët ushtrojnë funksione që lidhen edhe me menaxhimin e mbetjeve, të cilët duhet të kenë një proces të tërë dhe protokolle të tëra se si duhet i menaxhojnë mbetjet. Ne kemi parë her pas here që të kemi disa procese që nuk shkojnë siç duhet dhe ndotja e mjedisit në disa raste ka qenë edhe e parikuperueshme në atë formë që do dojë disa vite për të rikuperuar. Bëhet një ndarje midis individëve, të cilët janë ata që janë individëve jo persona fizik dhe juridik, gjobat janë më të ulta, normalisht qasja nuk është vetëm që e projektligjit që të gjobite, sepse siç e thash, ndryshimi i kulturës është kryesori,
dhe kjo duhet jetë e para, por megjithatë gjykojmë që gjobat e prezantuara për rëndësinë që ka mjedisi, për shëndetin e qytetarëve, për mirëqenien e të gjithëve, duhet jenë të tilla në mënyrë që ne të reduktojmë kundravajtjet administrative që mund të ndodhin në shkelje të këtij ligji. Ja u pajtha se në vijim do të hartohet një metodologji për përcaktimin e kostove për të gjitha proceset e menaxhimit të mbetjeve.